Spitali i Bashkiak i Mirditës po transformohet në një qendër rajonale të traumës dhe rehabilitimit në shërbim të banorëve të bashkive veriore të vendit. Ndërhyrja vjen si pjesë e reformës së re spitalore që synonte centralizimin e shërbimeve të specializuara dhe uljen e fluksit në spitalet terciare, veçanërisht në Spitalin Universitar të Traumës në Tiranë. Forcon sistemin spitalor, por nga ana tjetër gjithashtu shfryn edhe ngarkesën që ka Spitali i Traumës, Universitari i Traumës në Tiranë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evis Sala, gjatë inspektimit të pavionit së bashku me Ministrin e Mbrojtjes Ermal Nufi, theksoi se modelet të ngjashme po shqyrtohen edhe në zona të tjera. Ky është vetëm fillimi, pasi do vlerësojmë gjithashtu gjeografikisht edhe zona të tjera për të krijuar një model të ngjashëm në zona të tjera të Shqipërisë. Gjithmonë synimi është i ofrimi i shërbimeve të specializuara jetike sa më afër pacientit. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi u ndal në rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional. Do kemi mundësi që të gjitha shërbimet, jo vetëm Spitali i Traumës, por edhe shërbimet e tjera përfitohen si nga personeli ushtarak, por edhe nga personeli civil, edhe nga qytetarët. Projekti i ri në Spitalin Bashkiak Mirditë synon ngritjen dhe fuqizimin e shërbimeve të ortopedisë, fizioterapisë dhe rehabilitimin, zgjerimin e kapaciteteve kirurgjikale dhe anestezi reanimacionit, si dhe mbështetje me telemjekësi për imazhërinë.